Kalendarit veçantë projekt ligjit buxhetit. Votim do të jetë i hapur me kartona. Kush është pro? Kundër? Abstenim? Projekt kalendari i veçantë i projekt buxhetit miratohet. Kush e kërkon shpjegimin e votës? Më fal. 10 minuta mendim kundër është pikërisht për shpjeguar votën. Gjithsesi, rregulloria ka 10 minuta për një mendim pro dhe një mendim kundër. Dy minuta shpjegim vote personale. Dy minuta në rregullore, shpjegim vote personale. Shpjegim vote, jo aksion kundër vote. Hape kohën. Të dashur qytetarë dhe qytetare, e ndigjohet vetë që kreu i tyre me 5 mbiemra kërkon që shpjegimi i votës të bëhet para se të votohet. Kjo kërkesë shpreh të gjithë brendin psiqike, ideologjike, identitare të këtij grupi parlamentar që pranon në krye një person si ai, i cili me një ndërhyrje të tillë tregon se nuk njeh as një ligj, as një parim, as një normë. Por unë jam këtu për të thënë dy fjalë. Në historinë e një vendi, kur nuk ndodh që paketa buxhetore të vijë pa paketën fiskale, sepse është vetëm paketa fiskale, burimi i krijimit të atij buxheti, kurse ju sillni këtu statistika kalpe, falso, për të mashtruar shqiptarët. Sidoqoftë, para kryeministrisë, qytetarë shqiptarë janë të vendosur të nisin një betejë etan epitas. Një betejë në kushtet pa barabarta, por një betejë në të cilën kanë të gjitha të drejtat dhe që atë Atëre, në konferencën e kryetarëve u shqyrtua edhe programi i punës kuvendit periudhën 10 nëntor-19 dhjetor 2025 dhe projekt kalendari i punimeve për periudhën 10 nëntor-28 nëntor 2025. Në konferencën e kryetarëve nuk u arrit mirëkuptimi në bazë të nerit 27.4, kur në konferencën e kryetarëve nuk arrihet mirëkuptimi për programin dhe kalendarin e punimeve, kryetari i kuvendit e harton vetë dhe ja paraqet për miratim kuvendin në seancë plenare. Pas diskutimit për jo më shumë se 10 minuta për çdo grup parlamentar, programi, kalendari votohet në seancë plenare. Kush e do fjalën 10 minuta për projekt kalendarin dhe projekt programin?
Atëherë, me qënë se s'ka kërkesë, kalojmë në votim program... Ku kam kartonë? Zoti Kliç, urdhër. Zhvillimet e debatit, përgjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e raportit final të ODIHR-it për zgjedhjet parlamentare të 11 maj. Atëherë, 10 minuta për kalendarin, kush do të flasë? Zoti Berisha, në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, 10 minuta ju lutem për kalendarin. Të dashur qytetarë dhe qytetare, kjo seancë është një seancë krejt tjetër nga çdo seancë që keni ndjekë gjërë sot. Këtu kanë sjell një ligj të quajtur në thojza për barazin gjinore, por një ligj kryekput ideologjik, i cili bazohet absolutisht në përmbysjen e rendit gjinor, binar, shekullor dhe mbivjeçar, në përmbysjen e familjes dhe vlerave të saj, në përmbysjen e librave të shenjtë dhe moralit të tyre, në përmbysjen e të drejtës prindërore për edukimin e fëmijës së tij, në përmbysjen e çdo standardi të njohur gjerësot. Theksoj dhe ritheksoj 1000 herë se kam qenë, jam dhe do mbetem i paepur në bindjet e mia dhe në programet e partisë për barazin midis burrit dhe gruas, për barazin midis nënës dhe babait, midis motrës dhe vllajt. Por pikërisht kjo barazi sot zhduket, sot merr goditjen me fatale, sepse kjo barazi e bazuar në binaritetin. Grua dhe burr, femër dhe mashkull, nën dhe baba, tashmë transformohet